kryen veprën penale në Kosovë largohen në drejtim të Serbisë. Ka kërkesë të faktorit ndërkombëtar që të njëjtit të gjykohen. Britania ka kërkuar që personat në fjalë të gjykohen. Mbi një vit pas aktakuzës për sulmin armatosur në Banjsk ndaj 45 personave, përfshirë Milan Radojčićin. Vetëm 3 prej tyre po përballen me drejtësinë në Kosovë, të tjerët janë në Arati, ndërsa Serbia refuzon ekstradimin e tyre duke sfiduar hapur autoritetet kosovare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania nuk kanë mbështetur kërkesën e Kosovës për ekstradim, por po i hedhin përgjegjësinë Serbisë. Flamur Kabashi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se në këtë rast mungon bashkëpunimi juridik ndërkombëtar mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, kryesit e veprave penale po e shfrytëzojnë këtë boshllëk, kryejnë krime në Kosovë dhe ikin në Serbi. Instituti i Bashkëpunimit Juridik Ndërkombëtar midis shteteve në rastin konkret nuk është i shprehur dhe mungon midis Kosovës dhe Serbisë. Pra Kosova dhe Serbia kanë mungesë të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për t'i vënë para drejtësisë kryesit e veprave penale, kryesit potencial ose të dyshuarit për krye të veprave penale. Dhe në mungesë të këtij instituti, persona shumë të ndryshëm, qoftë në rastin konkret apo edhe në raste të tjera, e shfrytëzojnë këtë mundësi dhe momentin kur kryejnë veprën penale në Kosovë largohen në drejtim të Serbisë, sepse e dinë që shteti i Kosovës me Serbisë nuk kanë bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Ndërkaq pjesa tjetër që duhet të ketë thirrje nga partnerët ndërkombëtar është çështje tash politike. Pra, ekstradimi dhe sjellja e tyre para drejtësisë, para institucioneve drejtësisë në Republikën e Kosovës, tash nuk te kalon më nuk ka të bëjë me aspekt ligjor, është aspekt politik midis cilën çështje faktorët ndërkombëtar do thotë përmes një presioni do të mund ta bënin. Mirë po, do të më pas parasysh dhe do të më pontesu që Kosova duhet ta ketë dhe ta luajë një rol proaktiv me faktorët ndërkombëtar gjithmonë që të kihet një farë ndikimi në aspektin pozitiv që personat kryes që akuzohen të sillen para drejtësisë dhe të njëjtit të gjykohen duke i garantuar standardet më të larta të gjykimit të drejtë dhe të arsyeshëm dhe në kohë ndaj personave të dyshuar. Ai kujton se edhe Britania ka kërkuar që ata të gjykohen, pa marrë parasysh vendin, por drejtësia duhet të garantohet në Kosovë. Britania ka kërkuar që personat në fjalë të gjykohen, tash forma se si gjykohen këta, a gjykohen në Serbi apo në Kosovë, thjesht pozitive fillimisht është çështja që po kërkohet nga shteti serb që të njëjtit të gjykohen. Pra shikohet kjo çështje së pari. Është pozitive në këtë pjesë sepse ka kërkesë të faktorit ndërkombëtar që të njëjtit të gjykohen. Çështja pastaj të gjykohen në Kosovë apo në Serbi, po tham është në mungesë të një përcaktimi të qartë ligjor, konkretisht në një marrëveshje ndërkombëtare përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, atëherë te kalon dhe me një farë forme nuk ka zgjidhje dhe duhet bëhet një zgjidhje politike. Kabashi po ashtu shpreh se shteti duhet të mbledh informacione dhe t'i paraqes përmes ambasadave. Shteti i Kosovës, mekanizmat e sigurisë në Republikën e Kosovës dhe të drejtësisë duhet t'i marrin ato informacione, duhet t'i faktojnë, t'i mbledhin dhe të njëjtat t'i paraqesin përmes takimeve të ndryshme me ambasadat ndërkombëtare duke sqaruar dhe duke potencuar që gjykimi do të garantohet këtu dhe gjykimi meritor do të ishte në Kosovë sa në Serbi. Gjithmonë nëse ka prova konkrete që nuk mund të ketë një gjykim drejt dhe të paanshëm në shtetin serb kur po pretendohet që partia në pushtet do të thotë ka ndikime në ndikime politike.